Në këtë edicion do të ndiqni. Politologu Koci. Qeveria do të bëhet shpejt, por problemi qëndron tek çështja e presidentit. Bytyqi. Zgjerimi I rrjetit të ndryshimit publik parashihet të fillojë në vjeshtën e këtij viti. Rruga Luan Haradinaj larg çdo standardi infrastrukturor. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Lëvizja vetëvendosje mund ta bëjë qeverinë së bashku me pjesëtarët e pakicave edhe nëse partitë opozitare nuk duan bashkëpunim, por problemi qëndron tek çështja e presidentit. Kështu vlerëson politologu Melazim Koci. Politologu Koci gjithashtu tha se karakteristike zgjedhjeve të 7 qershorit ishte abstenimi I qytetarëve për të votuar. Brenda pak ditësh, Komisioni Qendror I Zgjedhjeve po planifikon të certifikojë edhe rezultatin e zgjedhjeve të 7 qershorit. Politologu Melazim Koci në një lidhje virtuale I ka pohuar mediumit ton se karakteristike këtyre zgjedhjeve ishte abstenimi I qytetarëve. Karakteristike zgjedhjeve ka qenë abstenimi. 2/3 e atyre qytetarëve që kanë të drejtë vote nuk kanë dalur në vendvotime dhe kjo është shumë brengose, shqetësuese. Filozofja dhe teoreticientja politike gjermano-amerikane Hannah Arendt ka studiuar raste të tilla dhe pohon që tjetërsimi një rast të tillë si ky ku 2/3 e qytetarëve nuk dalin në vendvotime e quan tjetërsim të popullatës nga klasa politike. Dhe në rast të tilla ajo pohon që popullata, pra pjesa që nuk ka votuar, nuk proteston, por përkundrazi kalon në një indiferentizëm dhe në abstenim, dhe ky është rast klasik. Ky është një rast klasik për një demokraci të re siç është kjo jona. Ky nuk është fenomen I mirë dhe duhet të brengoste klasën politike sepse praktikisht 2/3 e votuesve nuk janë të përfaqësuar. Nuk e shohin asnjërin nga partitë që përfaqëson idetë, interesat e preokupimit të tyre. Tutje profesori Koci shtoi se vetëvendosje ka fituar votat e mjaftueshme për ta formuar qeverinë, por problemi qëndron te çështja e zgjedhjes së presidentit apo presidentës. Fituesi I zgjedhjeve është vetëvendosje, ka siguruar vota të mjaftueshme, unë besoj 62 bashkë me pakicat jo serbe, që të formojë me lehtësi qeverinë e ardhshme. Por problemi është diku tjetër. Përderisa formimin e qeverisë dhe konstituimin e parlamentit e shoh shumë të lehtë dhe të realizueshëm, zgjedhjen e presidentit e konsideroj shumë të vështirë dhe gati të pamundur. Dhe nuk përjashtoj mundësinë që Kosova sërish të bllokohet si në këta 17 muajt e fundit dhe nuk përjashtoj mundësinë që sërish të shkohet në zgjedhjen e tetor ose nëntor. E them këtë për 2-3 shkaqe. Një, vetëvendosja do të ketë shumë vështirë të gjejë partner për një marrëveshje rreth presidentit. Pse? Ky nuk ka numrat mjaftueshëm, edhe po të ketë gatishmëri për një gjë të tillë. Ndërkëtë që PDK dhe LDK tashmë kanë dhënë sinjale se janë të përçara të ndara në dysh rreth kësaj çështje. Pra edhe nëse njëra prej tyre pajtohet të bëjë marrëveshje me vetëvendosjen rreth presidentit ose presidentes, nuk do t'i ketë numrat e mjaftueshëm për shkak të përçarjeve të brendshme që tashmë janë evidente. Kjo pasi politologu Koci vlerëson se vetëvendosje qeverinë mund ta bëjë me pjesëtarët e pakicave jo serbe. Rrjedhimisht konstituimin e parlamentit dhe formimin e qeverisë vetëvendosja mund të bëjë vetëm. E një tjetër faktor që do ta shoqërojë procesin e zgjedhjes së presidentit, sipas politologut Koci, është edhe çështja e gazit amerikan. Çështja e gazit të lëngshëm amerikan është një projekt shumë I madh, është një projekt shumë I rëndësishëm dhe duket që ka mospajtime. Nuk ka konsenzus deri në këto çaste ndërmjet vetëvendosjes dhe partive opozitare rreth kësaj çështje, derisa vetëvendosja është konfuze dhe nuk është deklaruar.
qartë. Opozita, gjitha forcat opozitare janë deklaruar për këtë projekt dhe kjo çështje gjithashtu mund të jetë një nga faktorët që ta pamundsojnë një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit ose presidentes. Profesori gjithashtu tha se ende ka vakum juridik nëse duhet të zgjidhet më parë qeveria apo presidenti, edhe pse vetëvendosja thot se qeveria. E për shkak të këtij vakumi juridik, çështja mund të shkojë në gjykatën kushtetuese, që rrjedhimisht do të prodhonte një tjetër problematik, pasi zonjës Albulena Haxhiu me 5 tetori skadon afati i ushtruesës së detyrës së presidentes. Pas përfundimit të numërimit të votave të dala nga zgjedhjet e 7 qershorit, sot ka filluar rinumërimi i 185 vendvotimeve, të cilat ishin numëruar fillimisht në qendrat komunale të numërimit. Zëdhënësi i Komisionit Qendror Zgjedhor Valmir Elezi ka thënë se ky institucion ka marrë vendim për të rinumëruar 10% të vendvotimeve të rregullta, prej tyre 10 vendvotime në Gjakov. Pas përfundimit të procesit të numërimit të gjitha fletvotimeve që i takojnë zgjedhjeve të 7 qershorit, në qendrën e numërimit të rezultateve sot ka filluar rinumërimi 185 vendvotimeve, të cilat ishin numëruar fillimisht në qendrat komunale të numërimit. Kështu ka bërë të ditur në një lidhje virtuale zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi. Në qendrën e numërimit dhe të rezultateve është duke u zbatuar vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për rinumërimin e 185 vendvotimeve nga 2498 vendvotime të rregullta në të cilat është zhvilluar procesi zgjedhor më 7 qershor dhe vendvotimet e të cilave janë numëruar gjatë javës së kaluar në qendra të ndryshme komunale në vendin tonë. Qëllimi i këtij vendimi të KSZ-s është për të siguruar që procesi i numërimit të votave është zhvilluar me korrektësi dhe në rezultate është evidentuar sakt vullneti i qytetarëve i cili është i shprehur në fletët e votimit. Zëdhënësi Elezi gjithashtu bëri të ditur se numërimi po ndodh për shkak se KQZ më parë kishte vendosur që të rinumëroj deri në 10% të vendvotimeve. Vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve mbështetet në rregulloren zgjedhore të KSZ-s për funksionimin e qendrës së numërimit dhe të rezultateve. Pra, qysh para këtij fillimi të këtij procesi zgjedhor, KSZ vetë ka vendosur që mund të rinumërojë deri në 10% të vendvotimeve, fletvotimet e të cilave paraprakisht numërohen në qendra komunale të numërimit. Pra, vendimi i KSZ-s është marrë jo për ndonjë arsye gjatë gjetjeve nga procesi numërimi që është zhvilluar javën e kaluar në qendra komunale të numërimit, por është marrë për të zbatuar rregulloren e cila paraprakisht ka paraqarë këtë mundësi, pra që të rinumërohen deri në 10% të vendvotimeve të rregullta, të cilat paraprakisht numërohen në qendra komunale të numërimit. E në këtë 10% përfshihen edhe 10 vendvotime nga komuna e Gjakovës, shtoi Elezi. Janë 10 vendvotime apo 6.94% e vendvotimeve të cilat janë paraparë që të rinumërohen dhe numërimi apo rinumërimi i vendvotimeve të këtyre vendvotimeve është bërë gjatë paraditës së sotme, pra të ditës së enjte dhe rezultati nga ky rinumërim është përditësuar në vefaqen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Pra, vendimi i KSZ-s nuk përfshin ndonjë komunë të saktuar, por të gjitha komunat e vendit tonë dhe numri i përgjithshëm i vendvotimeve, shprehur në përqindje është 7.41%, por varësisht nga vendvotimet brenda një komune, kjo përqindje varion në shifra të ndryshme për secilin prej tyre. Kjo mas kontrolli e marrë nga KQZ ka për qëllim të sigurojë të gjithë që numërimi është zhvilluar me saktësi. Në vjeshtën e këtij viti pritet të nisë projekti për zgjerimin e rrjetit të ndriçimit publik në Gjakov. Kështu bëri të ditur Jon Bytyqi, drejtori i Drejtorisë së Shërbimeve Publike në Gjakov. Bytyqi gjithashtu vuri theksin edhe tek mirëmbajtja e ndriçimit publik, që sipas tij të gjitha sanimet po bëhen sipas planifikimeve.
Mungesa e ndriçimit publik në disa zonat e Gjakovës është rikthyer në shqetësim nga banorët, e që mediumi ynë ka raportuar disa herë. Rreth këtij shqetësimi, u sqarua drejtori i shërbimeve publike të Gjakovës, Jan Bytyqi. Kryesisht tek pjesë të tjera kemi një plan, jemi në kontakt me qytetarët, jemi dalë edhe vetë në teren, kemi identifikuar gjitha problematikat që janë sa i përket ndriçimit publik, edhe në momentin e parë që kemi kontratën për zgjerimin e rrjetit të ndriçimit publik, kemi filluar me punë. Ne si drejtorie parashikojmë që kemi filluar me punë gjatë vjeshtës së këtij viti, edhe kur fillojmë atëherë me atë kontratë, mendoj që kemi arrit me kryer një pjesë goxha të madhe të gjithë territorit të komunës së Gjakovës me shtri komplet rrjetin e ndriçimit publik. Bytyqi tutje tha që rrjeti ekzistues i ndriçimit publik, edhe pse ka probleme, vazhdimisht po punohet në mirëmbajtjen e tij. Kur po flas për pjesën e rrjetit ekzistues, ne kemi një kontratë të mirëmbajtjes së ndriçimit publik, të cilën me anë të së cilës ne mundohemi që me qenë sa më afër kërkesave të qytetarëve dhe me realizu ato brenda periudhës sa më të shpejtë që është e mundshme. Rrjeti ekzistues i ndriçimit publik dhe shtrirja e tij në zonat që kanë mungesë është prioriteti i kësaj drejtorie, duke parashikuar që punimet e zgjerimit të tij të fillojnë brenda vitit aktual. 2 detet e humbura gjatë muajit janar, nxënësit e nivelit parafillor dhe ata nga klasa e parë deri në të 8-ën do t'i zavoncojnë të hënën dhe të martën e javës së ardhshme. Kështu është bërditur në njoftim nga Drejtoria Komunale e Arsimit në Gjakovë. 2 ditët e humbura me datën 8 dhe 9 janar të vitit shkollor 2025-2026 do të zavendësohen me datat 22 dhe 23 qershor për të gjithë nxënësit e nivelit parafillor dhe atyre nga klasa e parë deri në të 8-ën në komunën e Gjakovës. Ky vendim është bërë publik dje nga Drejtoria Komunale e Arsimit në Gjakovë me qëllim që të plotësohen orët e humbura. Ndonse nxënësit ishin përgatitur që këtë vit shkollor ta përfundojnë të premtën me 19 qershor. Nga DKA dhe menaxherët e shkollave është bërë thirrje që ky vendim të zbatohet dhe është kërkuar nga prindërit që të mundsojnë pjesëmarrjen e rregullt të nxënësve në procesin edukativo-arsimor. Marrja e këtij vendimi nga Drejtoria Komunale e Arsimit është bërë bazuar në njoftimin publik të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës të datës 7 janar 2026, sipas së cilit ka shtyr pushimin dimror deri me 12 janar 2026 dhe ditët dhe orët e humbura në bazë të këtij njoftimi do të kompenzohen gjatë pjesës së dytë të vitit shkollor 2025-2026. Mungesa e asfaltit në rrugën Luan Haradinaj në Gjakovë po konsiderohet si shumë shqetësuese, sidomos gjatë stinës së verës, ku pluri dhe rruga e dëmtuar i penalizojnë komunitetin e kësaj zone në shumë gjëra. Madje njëri nga banorët është shprehur i shqetësuar sepse ka vite që rruga është në gjendje as pak të mirë dhe se vazhdimisht është premtuar se do ta rregullojnë. Ajo që supozohej të ishte një rruglidhse me tranzitin për banorët e zonës, sot është ndërruar në një pasqyrim të arresës institucionale. Shumë vite u mbushën duke premtuar, por ende nuk ka ndonjë veprim, u shpreh një nga banorët e lagjës. Banuesi i kësaj rruge jemi që 11 vjet në këtë pjesë. Diçka investime s'ka pas edhe pse është në projekt e sipër. Kemi marrë premtime që do të kryhet, por ta shohim kur. Pak a shumë, tu vetëm një herë para një 10 vjetë ka qenë shtruar në një pjesë me gurë thyn, mos intervenime të tjera s'kemi pas. Edhe pse kemi pas premtime që do të kryhet më herë. Jemi në pritje, besoj që së shpejti do të kryhet kjo. E kështu, kjo hapësirë është ndërruar në një sfidë të vërtet për mjetet dhe këmbësorët. Prandaj edhe banorët kanë probleme në përditshmërinë e tyre, për të cilat flet njëri nga banorët. Këtu jemi, siç po shihet, ka edhe plur, edhe lloç, edhe gjitha, edhe dëmtimet të vetura, po besoj që së shpejti do të kryhet edhe kjo. Megjithse, s'po di çka më thon, por jemi në pjesë e qytetit mbrëmshëm me qenë kështu, pak a shumë edhe na jemi pajtuar. Nga aty, u tha se mbesin me shpresë që të investohet në këtë pjesë të qytetit, pasi do të u lehtësohej shumë jeta banorëve. Shumë familje gjatë muajve të verës planifikojnë pushime verore në Bregdet.
Doktoresha pediatre Zona Olloni, duke folur për kujdesin që duhet të kenë prindërit kur ekspozojnë fëmijët e tyre në diell, ka listuar edhe disa nga masat që duhet të ndërmarrin prindërit para se të nisen në pushime me foshnjët e tyre. Dielli është një yll që me rrezet e tij dhuron dritë e nxehtësi për njerëzit në tokë, por në disa raste të veçanta, kur nuk kushtohet kujdesi i nevojshëm, rrezet mund të sjellin rrezik për njerëzit, e sidomos për foshnjët, të cilat nuk rekomandohet që të ekspozohen për kohë të gjatë e në disa periudha të ditës në rrezet e diellit gjatë pushimeve në Bregdet. Nëse ata janë vetëse të ekspozuar, atëherë duhet të merren masat parandaluese. Për fëmijët që shkojnë në plazh, nëse në këto kohë vetëm qëndrojnë në det, atëherë duhet futen në hije. Është rekomandueshme që të veshin rroba sa më të gjera, të jenë të mbrojtura, sidomos pjesët e ekspozuara në diell që janë shumë të ndjeshme ndaj nxehtësisë, si koka dhe gjymtyrat, domethënë të mbulohen me kapel. Një specifik tjetër është lëkura, për shkak se ajo është shumë e hollë dhe shumë e ndjeshme ndaj djegjes dhe nuk ka aftësi, domethënë ta rregullojë fëmia i kësaj moshe ta rregullojë temperaturën trupore. Te këta fëmijë rekomandohet që të mos futen fare në ujë, për shkak se janë këto sëmundjet hidrike ku uji është mjaft i kontaminuar, domethënë me patogjen të ndryshëm. Po ashtu prindërve u rekomandohet të kenë me vete edhe medikamente të ndryshme. Të ketë edhe ilaçe, sepse na dimë që plazhet gjenden shumë larg raporteve pediatrike. Çdo prindi duhet me pas me veti ndonjë, domethënë menaxhues antipiretik i themi ne, të temperaturës, në rast se vetëm fëmia ka temperaturë, ti ulet temperatura trupore, pastaj nëse i fillon vjellja, duhet të ketë tretje për hidrim oral dhe probiotik. Gjitha këto janë që duhen më konë në çantën e nënës me veti që u thënë në ditë, derisa të arrinte qendra më afër shëndetësore në rast se vetëm ai. Përveç këtyre rekomandimeve, me foshnjët duhet kushtuar kujdes në hidratimin e tyre, që për shkak të temperaturave të larta, dehidratimi mund të ndodhë më shpejt se sa në kushtet e zakonshme atmosferike. Destinacionet më të preferuara dhe të kërkuara në agjenci turistike mbeten plazhet e Turqisë e Greqisë, duke mos përjashtuar edhe kërkesat e pushuesve për Bregdetin shqiptar. Kështu bën të ditur Dion Gjoshi nga agjencioni turistik Gjoshi Travel. Sezona verore tashmë ka nisur dhe interesimi i qytetarëve për pushime jashtë vendit mbetet i lartë. Sipas agjencionit turistik Gjoshi Travel, destinacionet më të preferuara këtë verë vazhdojnë të jenë Turqia dhe Greqia. Tash veç jemi në sezonin e lartë turistike, kërkesat janë të mëdha. Destinacionet kryesore vazhdojnë më konë Turqia dhe Greqia për shkak komoditetit që ofrojnë. Mes tjerash, Gjoshi ka folur edhe për shërbimet që ofrohen në këto destinacione, duke theksuar se interesim të madh ka edhe për Bregdetin shqiptar. Hotelet në Turqi ofrojnë shërbime luksoze, zakonisht me konceptin all inclusive, aktivitete ndryshme për fëmijë, ambiente për familje. Kjo jep prindve më shumë rati dhe siguri gjatë pushimeve. Përveç Turqisë, Greqien e zgjedhin për shkak të afërsisë që e kemi edhe për shkak të plazheve të bukura që i kanë. Edhe në fund pa harru Shqipërinë që është shtëpia jonë e dytë dhe gjithë është pjesë e planeve tona. Qytetarët po planifikojnë pushimet e tyre duke zgjedhur destinacionet që ofrojnë relaks, argëtim dhe çmime të përshtatshme për të gjitha kategoritë e pushuesve, ka shtuar Gjoshi. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndodhemi të ndjekim edhe një artituit kryesor të këtij edicioni. Politologu Koci. Qeveria do të bëhet shpejt, por problemi qëndron tek çështja e presidentit. Bytyqi. Zgjerimi i rrjetit të ndryshimit publik parashihet të fillojë në vjeshtën e këtij viti. Rruga Luan Haradina i larg çdo standardi infrastrukturor.
Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndjekni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.